Shembet masivi gurve në galerinë në Bulqiz humbi jetën 48 vjeçari. Një ngjarje e rëndë është regjistruar mesditën e kësaj të shtune në Martanesh të Bulqizës, ku brenda një galerie minerare dyshohet se është shembur një masiv gurësh. Si pasojë e shembjes, ka humbur jetën shtetasi AC 48 vjeç, banues në Krast. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 12:30 brenda ambienteve të një subjekti minerar që operon në zonë. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.